7 arsyet e rëndësishme pse duhet të pini kafe çdo ditë. Shumë njerëz këshillojnë se përdorimi i kafes është i dëmshëm dhe deri diku kanë të drejtë. Por nëse ajo përdoret në sasinë e duhur, atëherë do të zbuloni disa nga benefitet që ka ajo për trupin dhe për shëndetin tuaj. Nëse pini 1 ose 2 filxhan kafe në ditë pa shtuar ëmbëlsues të ndryshëm, atëherë do të keni përfitime të larmishme në dobi të organizmit tuaj. Në këtë video do të tregojmë 7 arsyet pse duhet të pini kafe sipas Cafe Informier. Kafeja ndihmon në reduktimin e dhimbjeve muskulare pas ushtrimeve fizike. Një filxhan kafe çdo ditë do të ofrojë të paktën 1.8 gram fibër, e nevojshme kjo për aktivitetet tuaja ditore të organizmit. Kafeja e shtuar në dietën tuaj do të mbrojë shëndetin e mëlçisë nga sëmundje siç është për shembull ciroza. Kafeja në organizmin tuaj do të reduktojë mundësinë që të vuani gjithashtu edhe nga komplikacionet e sheqerit në gjak, duke e cilësuar atë si një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese. Kafeja, jo më shumë se 2 në ditë, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër luhatjeve të humorit. Ndaj mos nguroni që të mos e teproni